vëre një lloj dëmtimi, një lloj shpërqendrimi? Çfarë mendon se i ka shkaktuar këtij brezi? Inteligjenca artificiale, teknologjia, rrjetet sociale. Mos flasim vetëm për ekselencën, se Klajdi mund ta menaxhoj mirë këtë pjesë, po pjesa më e madhe nuk e menaxhon. Përgjithsisht pjesa më e madhe ka humbjen e vëmendjes. Ajo është problemi më i madh. Shpërqendrimi. Duket shumë qartë. Është një faktor që ndikon drejt për drejti, jo vetëm në orën e mësimit, po në gjithë fushat e jetës. Shumë e dukshme. Unë kam vënë re që gjenerata e nxënësve tanë mezi mbaron një film nga fillimi deri në fund. Pra po t'jetë një film 2 orë, jo, nuk ka ndurim. Nuk ka ndurim. Kur nuk ka ndurim për një film, marrësh lexosh Lufta dhe Paqja pastaj. Është gati mision. Është vërtet mision. Shpërqendrimin e shoh që